Kosova e përmbylli muajin janar me konferencën ndërkombëtare të shkencave mjekësore 2026, një ngjarje me rëndësi të veçantë për komunitetin shëndetësor në rajon dhe Mëxher. Më 30 dhe 31 janar, kjo konferencë mblodhi ligjërues vendor dhe ndërkombëtar, si dhe përfaqësues të institucioneve dhe odave profesionale shëndetësore. Programi i konferencës përfshiu ligjërata nga ekspertët, punëtori praktike dhe interaktive, panajire mjekësore dhe prezantime të teknologjive bashkëkohore shëndetësore. Sekretari Basri Lenjani, i cili bëri hapjen zyrtare të kësaj konference, vuri në pa bashkëpunimin profesional si element kyç për avancimin e shëndetësisë në Kosovë. Ky event ka për qëllim të bëjë sensibilizimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të punuar dhe trajtuar me standardet, me algoritmet më të reja të cilet i ka dhënë shoqata amerikane dhe evropiane të vitit 2025. Nuk është event vetëm qëllimi që të takomi, por qëllimi kryesor është që të fillojë një bashkëpunim ndërdisciplinor, qëllimi kryesor shkurja, ardhja, vizitat të spitaleve dhe qendrave klinikë universitare në region, në Ballkan dhe në Evropë, marrja e përvojave dhe shkëmbimi i aftësive profesionale dhe nga perëndimi për trevat kosovare. Përgjatë këtyre 2 ditëve, u krijua hapësira për mundësi të shumta për lehtësim profesional dhe bashkëpunim institucional, ku profesionistët ndërkombëtar shkëmbyen përvojat e tyre me kolegët nga Kosova. Efektshme dhe dobishme të bashkohen në specialistë më të mirë të mjekësisë, këdeje mante drinit dhe nga diaspora të bashkëbisedojmë të jepim më të rejat në drejtim të gjithë fushave të mjekësisë. Dhe ky është një obligim që kemi ne që të bëhemi sa më profesionistë në mjekësi, të shërbejmë në vendet tona. Pra, shkëmbimi i eksperiencës është qëllimi jonë, domethënë që këtë eksperiencë ta shpërndajmë në komunitet, dhe në klinikat tona ku jemi dhe në jetën universitare. Yeah, it's my first time on this conference. Është hera ime e parë në këtë konferencë. Mendoj se është një privilegj i madh të jem pjesë e kësaj konference shkencore në Prishtinë në Kosovë. Nuk është hera ime e parë në Kosovë, është hera ime e dytë këtu dhe mendoj se është shumë e rëndësishme të takosh profesionistë të ndryshëm nga vendet e tjera për të shkëmbyer përvoja dhe njohuritë. Dhe është shumë e rëndësishme të organizohen konferenca të tilla. To meet another professional. Pikërisht këta lloje të konferencave duhet t'i mbajmë këtu, sepse tani kohës fundit, sidomos 10 vitet e fundit, na ikin njerëzit, edhe këto lloje të konferencave na mundsojnë me i bashku profesionistët e fushave të ndryshme, që në fund është interdisciplinare, po edhe një farë lloj socializimi nëpërmjet mjekëve. Unë për shembull kam njoftuar shumë njerëz të fushës këtu, po sidomos edhe që janë jashtë, në Gjermani, në Zvicër, në shtetet skandinave. Kësi lloje të organizimeve kemi shumë nevojë, sepse, si të them, kemi një masë të madhe të trurit në perëndim. Përveç ligjërimeve dhe shkëmbimit të njohurive, janë nga momentet më të veçanta të konferencës ishte edhe nderimi i profesionistëve të shëndetësisë me mirënjohje. Konferenca ose ceremonia hapjes ishte mjaft mbështetëse, sipër nga llojshmëria, sipër nga pjesëmarrja, dhe ajo që vlen theksohet ishte edhe pjesa e dhënies çmimeve, ku vlerësuan me çmime mjaft prestigjioze gjithë aktorët dhe autorët e gjithë kësaj konference dhe gjithë profesionistët e shëndetit të cilët ishin prezent ose jo, duke i koordinuar ata që kanë ndruar jetë, që nuk janë më mbështesh, dhe ata që kanë dalë në pension, dhe ata që kanë bënë zhvillim në kontributin e tyre në vite në zhvillimin e fushave përkatëse, si në fushën e stomatologjisë, fushën e infermierisë, fushën e mjekësisë bashkëkohore ose jo. Mjekët ndërkombëtar, por edhe ata shqiptar që veprojnë në diasporë, vlerësuan progresin e Kosovës në shëndetësi dhe hapat e saj në trajtimin e çështjeve të reja mjekësore. Mendoj se ky takim dhe takimet e tjera që të vijnë janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e shkencës mjekësore në Kosovë.
Mendoj se po zhvillohet shumë shpejt. Kam qenë këtu rreth 16 vjet më parë dhe më njëherë pas luftës Kosova dhe Prishtina janë zhvilluar ndjeshëm. Mendoj se në të ardhmen do të jetë shumë më mirë. Progresi është i shkëlqyer. Miqtë tanë doktor po përpiqen të bëjnë gjithçka shumë mirë. Po sjellin teknologji në Kosovë dhe po punojnë shumë për këtë. Por siç e dini, për shkak të problemeve financiare, ata kalojnë disa periudha të vështira. E di këtë, por kjo ndodh gjithmonë në të gjitha vendet. Megjithatë, besoj se ju do të bëni më të mirën. Besoj fort në këtë dhe pikërisht për këtë arsye jemi këtu dhe po përpiqemi t'ju ndihmojmë. Sa më shumë që e kuptojmë konceptin e mjekësisë paliative, sa më shumë që kemi mundësi të praktikojmë këtë koncept, këtë fazë të jetës do të kalojmë ma me lehtësi dhe ma me ma njerëzore të themi. Unë kam marrë një mënyrë të përsëritur për këtë koncept të flasë në Kosovë, nga se e shoh shumë të domosdoshme që të hapet edhe si koncept. E them këtë nga se që thash edhe më herët është si koncepti i mjekësisë së re. Në hegemoni reparti i parë që është krijuar për mjekësinë paliative është në vitin 1983. Më gëzon fakti që në Kosovë ka filluar përhapet si koncept, duhet shumë punë e madhe dhe unë si profesionist i kësaj lajmie shoh gatishmërinë gjithherë që në baza vullnetare, e përsëris në baza vullnetare të kontribuojë edhe sa më shumë që të përhapet si koncept. Gjatë konferencës u theksua dhe roli i pashmangshëm i inteligjencës artificiale në mjekësi. Ne jemi dëshmitar se jemi në një kohë që evoluon shumë shpejt, që inteligjenca artificiale nga një anë na duket si një armik që do të na zëvendësoj, por nga ana tjetër na duket edhe si një aleat shumë i fuqishëm që do ta fuqizojë dhe do ta ngrisë nivelin e dhënies së shërbimit shëndetësor. Dhe unë mendoj se nga kjo ne nuk duhet të kemi as pak frikë. Unë shpeshherë preferoj ta quaj inteligjencën artificiale si një flashlight ose si një dritë dore që na shërben për të na treguar rrugën kur ne jemi në errësirë. Nëse kthehemi më përpara me zbulimin e ehosonografisë për shembull, mund të thëshim se stetoskopi do ta humbte vlerën e tij, por ju e dini që stetoskopi asnjëherë nuk e humbi vlerën e tij dhe vazhdoi edhe përdoret edhe sot e kësaj dite. Prandaj edhe aplikimi i inteligjencës artificiale vetëm do ta përmirësoj kujdesin shëndetësor dhe ne do të jemi të aftë që të veprojmë në kohë edhe të japim atë që është më e mira për pacientin, në mënyrë që të përmirësohet fundit ajo që ne të gjithë po luftojmë, kualiteti i jetës atyre që është rrezikuar, domethënë shëndeti i tyre. Për te diskutimeve mjekësore për të cilat u mbledhen më të bardhët, kjo ngjarje mori edhe ngjyra artistike kur në skenë u ngjet regjisori dhe pedagogu i teatrit Adem Kicaj për të interpretuar para publikut performancën Meshari i Gjan Buzukut. Ishte një performancë të Mesharit të Gjan Buzukut, edhe një mozaik të rilindashësve, gjerit e komandanti legjendar Adem Meshari, kështu i përfshima. Unë ndjeva shumë mirë se edhe audienca unë ndje mirë e poshtë që, kështu që jam i privilegjuar që isha këtu në këtë eveniment të mjekëve tanë doktorave në këtë simpozion. Në konferencë nuk munguan as prezentimet e hulumtimeve, ku që në ditën e parë të këtij organizimi, nutricionistja Alpulina Shabani i Lazi prezentoi gjetjet e studimit mbi përdorimin e probiotikëve komercial në farmacitë e Kosovës, veçanërisht në Prishtinë. Çfarë rekomandoj unë është më shumë për farmaci edhe në përgjithësi në eventet e tilla, mu bu vëdësimi i përdorimit të probiotikëve për shkak të rëndësisë që kanë për shëndetin e zorës. Një prej probiotikëve, në mesin e probiotikëve që është përdor në farmaci është edhe Probifast. Probifast është një prej probiotikëve që i përmban këto Lactobacillus rhamnosus dhe Bifidobacterium, por përparësia Probifast është që e përmban edhe vitaminën D3. Çka na ndihmojnë probiotikët në përgjithësi edhe në këtë rast
probifaz, e përmirëson tretjen, e forcon sistemin imunitar, e ul fryjen, ndihmon në mbështetje me antibiotik. Kur jemi te antibiotik, duhet me pas parasysh që përdorimi i probiotikeve duhet të bëhet në interval afërsisht 2 orë para ose pas për me pas efektin më të mirë. Dhe mbështet shëndetin mendor dhe ndihmon sidomos tek fëmijët. Konferenca ndërkombëtare e shkencave mjekësore 2026 është e akredituar nga Odat përkatëse profesionale, duke u mundësuar pjesëmarrësve përfitimin e pikëve të edukimit të vazhdueshëm profesional. Familja Jon ishte sponsor medial i kësaj konference.